Kur koncesioni i kahershëm i kartave të identitetit përfundoi, ne morëm përsipër një sfidë shumë të madhe. Jo një tjetër koncesion, por krijimin e një kompanie shtetërore për të prodhuar kartat e identitetit. Më të mira dhe më të lira se sa të mëparshmet. Kështu u krijua kompania Identitek, e cila e përballoi këtë sfidë plotësisht dhe ndërkohë është angazhuar për sfidën e re të identitetit digital, pra të kalimit të kartës së identitetit në celular apo në kompjuter dhe të funksionimit të saj si një portofol digital shumë funksional dhe shumë komod drejt për drejt nga telefoni. Edhe Bashkimi Evropian po ecën në këtë drejtim dhe ka vendosur që në vitin 2027 të jetë afati i futjes identitetit digital në jetën e përditshme të Europës dhe në aktivitetin e përditshëm të gjithë qytetarëve të Bashkimit Evropian. Shqipëria është gati, karta u prezantua, pra identiteti digital u prezantua si një produkt i kompanisë Identitek dhe testet e fundit janë në vijim në mënyrë që çdo shqiptar të mund të pajiset me identitetin e vet digital në fillim, duke filluar nga viti 2026.